Pas nënshkrimit të deklaratës për aleancë ushtarake mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, generali shqiptar në pension Esad Çollaku ka theksuar se kjo është një sinjal i qartë për Serbinë dhe shtetet e tjera që mund të kenë pretendime territoriale në Ballkan. Një nga këto marrëveshje është një mesazh i qartë ndaj Beogradit, sepse kjo marrëveshje ja dërgon një mesazh të qartë gjithë atyre që kanë pretendime territoriale mbi shtete të tjera fqinje. Siç e dimë, Serbia kishte nisur luftën në Sloveni, Kroaci, Bosnjë dhe në Kosovë, ka theksuar ai. Çollaku ka shprehur shqetësimin për gjendjen në Bosnjë-Hercegovinë, duke theksuar se situata atje po përkeqësohet për shkak të ndikimit të listës sërbska, e cila mund të ketë pasoja të rrezikshme për të gjithë Ballkanin. Në lidhje me Shqipërinë, Çollaku ka shpjeguar se forcat ushtarake të vendit kanë nevojë për një arritje të mëtejshme, duke shtuar se Shqipëria duhet të investojë më shumë në numrin dhe përgatitjen e forcave të saj ushtarake. Shqipëria ka nevojë jashtëzakonisht shumë sepse ngel pak në forcat ushtarake. Ajo duhet që përveç se të rrisë numrin e ushtarëve dhe njësive të veta, duhet të ketë dhe një përgatitje shumë të madhe. Shqipërisë drejt për drejt nuk i kanoset një rrezik sepse ka Kosovën përpara, ka theksuar mes të tjerash ai. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë ka reaguar duke konsideruar provokim marrëveshjen për aleancë ushtarake të nënshkruar sot në Tiranë nga ministrat e mbrojtjes së Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë përmes një komunikate ka thënë se do t'i dërgojë një kërkesë urgjente ministrave të punëve të jashtme të Kroacisë dhe Shqipërisë për sqarim të detajuar në lidhje me nënshkrimin e memorandumit trepalësh për bashkëpunim me Kosovën në fushën e mbrojtjes. Me këtë marrëveshje, sipas vlerësimit të ministrisë në Beograd, të dy vendet, Shqipëria dhe Kroacia, ndërmuan hapa që të cënojnë stabilitetin rajonal. Ne presim një përgjigje urgjente nga Zagrebi dhe Tirana për synimet reale dhe qëllimet përfundimtare të kësaj loje të rrezikshme ushtarako-sigurie. Serbia nuk do të lejojë asnjë veprim të njëanshëm që mund të rrezikojë integritetin tonë territorial, sigurinë e qytetarëve dhe paqen në rajon, thuhet ndër të tjera në këtë deklaratë.